Gjithmonë, ajo që bie në sy më shumë është pikërisht fytyra e secilit. Mirëpo, një rol të rëndësishëm në drejtim të paraqitjes së një femre kanë edhe thonjët. Ato mund të shprehin njëkohësisht edhe shëndetin tuaj. Prandaj, thonjët, përveç se duken të bukur estetikisht, duke u lyer me manikyr, mbrohen edhe nga agjentët e jashtëm. Ju mund të vendosni që në pas të veshjes suaj të kombinoni ngjyrën e llakut të thonjeve. Stilin mund ta zgjini varësisht nga ngjarja ku keni për të shkuar. Nëse nuk keni diçka të veçantë, mbajini të thjeshtë. Por që ato të duken më bukur, rekomandohet që të jenë pak më të gjata dhe të punuara mirë. Rina Zaiti nga Prishtina ka filluar të merret me artin e thonjut qysh në moshën 13 vjeçare. Ajo, këtë punë e trashëgoi nga nëna e saj. Rina, më vonë këtë art filloi ta dashuroi dhe të vazhdoi kurse të ndryshme dhe jashtë vendit. Kom kryer shkollë për estetikë në përgjithësi para 5 vjetë. Së fundi, ka prezantuar Kosovën dhe Shqipërinë në Poloninë në një garë, ku ka fituar titullin si edukatore botërore thonjeve. Po tash e kom kryer edhe një shkollë si edukatore botërore thojve për harmoni. Handel Harmony Educator, bachelor degree e kom marrë dhe tash, përveç që jam stiliste thojve, jam edhe edukatore. Përgjithësi, kom mendu me vazhdu me seminar, me grupe më të mëdha. Në mesin e shumë garuesve, ajo ishte më e reja në moshë, pasi që kjo punë kërkon shumë vite përvojë që të bëhesh një profesioniste vërtet siç është ajo. Askush nuk dëshiron të ketë thonjë të dobët, por këtë problem e gjejmë tek 20% e popullsisë, dhe që është më shumë e theksuar tek femrat. Në rastin e parë është e këshillueshme që të ndisni disa rregulla, të cilat ju lejon të përmirësoni thonjet. Për të pasur thonje të fortë dhe të shëndetshëm, është e ndërsishme që ju të keni një ushqim të ekuilibruar, të pasura me fruta dhe perime, me proteina dhe acide yndyror siç është omega 3. Aplikoni hidratues që përmbajnë elemente si fosfolipide, acid litik dhe kolagjen. Gjithashtu, e kalciumi është i rëndësishëm për të evituar njullat të bardha që dalin nga thonjët. Mungesa e hekurit mund të bëjë që thonjët tuaj të rriten ngadalë dhe të dobët. Është një produkt që është e gellishit edhe kjo, Vitagel ka emrin. Janë dy lloje, është Strength edhe Recovery, po në mua më pëlqen më shumë Vitagel Strength. I ka vitaminat A, E dhe B5, është më shumë për dikush që i ka dëmtuar, jo që i ka të buta vet, po që i ka mbjell shumë herë thojt, mandej ka hek ose që i han thojt ose kështu diçka. Kur përballim me të tilla probleme, atëherë gjejmë zgjedhje tjetër, siç është mbjellja e thonjeve, apo dhe mbushja me gell që është e theksuar shumë tek secila femër. Kjo mënyrë lehtë na bën që të kemi thonë të rregulluar bukur për një kohë më të gjatë. Da può capire chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you, papà l'americano.
mund të luhu me tipsa dhe pa tipsa, unë e kom bu këtë herë me tipsa. Do me thonë ngjitët toni, përdoret pjeç bënd, pro bënd, mandej vendoset gelli, masi që të pjekët gelli, gryhet, japet forma e duhur, mandej shkon dizajni. Janë disa elemente të vogla që njihen si aksesor për thonjë. Këto janë zakonisht në formë lulesh apo kurësh të vegjël, të cilet mund të vendosen mbi thonjë në fund për një pamje sa më të bukur. Ja disa këshilla që ju duhet t'i keni parasysh. Thonjët nuk bën t'ju luni para se të lustroni mirë, me lim për lustrim. Është e pëlqyeshme që nëse dëshironi të keni llakun më të bukur, së pari ta lyni me një shtresë baze të dukshme. Kështu që do të keni thonjë të bukur dhe llaku do të qëndrojë më gjatë. Duart tona meritojnë të duken bukur. Andaj, ju mund të përkujdesin për thonjët tuaj për pak minuta dhe pak për kushtim.